Tani do të diskutojmë disa strategji që mund t'ju ndihmojnë të përballeni më mirë me sjelljet shmangëse. Shpesh, shmangim situatat ose mendimet që na shkaktojnë shqetësim, irritim ose ankth. Por kjo sjellje vetëm sa e shton të zgjeron efektin e tyre. Le të shërtojmë disa çështje për të thyer këtë cikël dhe për të përmirësuar mënyrën se si përballemi ndaj këtyre sfidave. Së pari, shmangja e situatave që na shkaktojnë frikë mund të duket më e lehtë për një moment, por kjo vetëm sa e ruan dhe përforcon frikën. Përpiqeni të qasni këtyre situatave hap pas hapi. Për shembull, nëse ndjeni në ankth kur flisni në publik, filloni duke folur në një grup të vogël dhe gradualisht sfidoni veten më shumë derisa të ndjeni më të sigurt. Kur ndjehemi të mbingarkuar, shpesh kemi prirjen të izolohemi për të shmangur situatat që na shkaktojnë ankth. Megjithatë, qëndrimi aktiv në jetën sociale dhe përfshirja në aktivitete të përditshme ndihmojnë në përmirësimin e gjendjes emocionale dhe reduktimin e simptomave të depresionit. Për shembull, mund të merrni pjesë në takime të vogla sociale ose të angazhoheni në aktivitete që ju sjellin kënaqësi, si një klasë arti apo një shëtitje në natyrë. Kështu, izolimi mund të përkeçojë ankthin dhe depresionin, ndërsa kontaktet sociale sjellin energji pozitive dhe mund të reduktojnë ndjenjen e vetmisë. Gjithashtu, sjelljet shmangëse shpesh faqen kur një detyrë na duket tepër sfiduese për të përballuar. Për këtë, vendosja e synimeve të vogla dhe arritja e tyre gradualisht ndihmon në rritjen e sigurisë dhe motivimit. Për shembull, nëse një projekt pune ju duket mbingarkues, ndajeni atë në detyra më të vogla dhe përqendroni në një hap një herësh. Kjo çështje ndihmon në ndërtimin e vetbesimit dhe zvoglon ndjenjen e mbingarkesës. Tjetër strategji mund të jetë të kërkoni mbështetje dhe të flisni me dikë për mendimet e ndjenjat tuaja. Shpeshherë, biseda me një mik të besuar apo një profesionist ndihmon në përballimin e ndjenjave të ankthit dhe të depresionit. Duke përfshirë këto teknika të përballjes në jetën tuaj, do të filloni të dobësoni fuqinë e sjelljeve shmangëse dhe të përmirësoni shëndetin tuaj mendor. Të përballuar situatat hap pas hapi ju ndihmon të fitoni kontroll dhe të përjetoni përmirësim gradual. Çelësi është të praktikoni qëndrueshmërinë dhe të besoni në përparimin tuaj çdo ditë. Faleminderit që ishit pjesë e kësaj videoje dhe mos harroni të na ndihni për më shumë këshilla praktike në shëndetimendor.org.